Dashi. Sot të gjithë planetet janë në favorin tuaj dhe nuk do të përballeni me asnjë pengesë serioze në projektet që nisni. Marrëdhënia në çift do të jetë e balancuar falë ndikimit pozitiv të yjeve. Mos hezitoni të shprehni fjalët e ëmbla dhe të dhuroni përkëdhelje, sepse ato forcojnë lidhjen në mënyrë të jashtëzakonshme. Ju beqarët, veçanërisht ju femrat, mund të përjetoni një ndjenjë të fuqishme të dashurisë me shikim të parë. Ju meshkuj, keni parasysh se bukuria e brendshme është po aq e rëndësishme sa pamja. Në punë do të keni mbështetjen nga ta afërmit dhe nga bashkëpunëtorët, prandaj veproni me vetbesim. Në planin financiar, tregohuni të kujdesshëm me shpenzimet, sepse situata mund të jetë e paqëndrueshme. Demi. Venusi do të ndikojë në sjelljen tuaj, duke ju bërë më impulsiv dhe emocional. Mund të ndjeni nervoz në çdo çast dhe të bëni ose të thoni gjëra pa menduar më parë. Në jetë dashuri, komunikimi me partnerin mund të shkaktojë keqkuptime. Evitoni padurimin dhe kushtojini rëndësi diskutimeve të qeta. Ju beqarët do të merrni ftesa për takime, por do të jeni të rezervuar dhe mosbesues. Mendoni me kujdes para se të hapni zemrën. Në punë, kërkohet vëmendje e veçantë për të shmangur gabimet që mund të dëmtojnë projektet. Gjendja financiare mbetet e ndërlikuar, prandaj bëni një plan të mirë menaxhimi për të stabilizuar buxhetin tuaj. Binjakët. Do përjetoni emocione të ndryshme gjatë kësaj dite, momente lumturie, por edhe sfida që kërkojnë durim. Në marrëdhëniet në çift, mos merrni vendime të nxituara. Konsideroni çdo hap me kujdes, sepse gabimet mund të jenë të pariparueshme. Ju beqarët do të ëndërroni shumë, por mos lejoni që pritshmëritë e larta t'ju shkënjejnë. Qetësoni dhe hidhni hapa të arsyeshëm. Në punë, mos humbni shpirtin luftarak përballë vështirësive. Këmbëngulja dhe përkushtimi do t'ju çojnë drejt suksesit. Në aspektin financiar, situata është e paparashikueshme dhe varet nga mënyra se si menaxhoni shpenzimet. Nëse bëni shpenzime të mëdha, do ndjeni tronditje në buxhet. Daforia. Në ndikimin e fuqishëm të diellit dhe hënës, sot do gjeni ekuilibrin e humbur në jetën tuaj. Kompromiset do të dalin natyrshëm, madje edhe për çështjet që më parë dukeshin të parritshme. Në marrëdhënie të shkëlqyera afatgjata, do të konsolidoni lidhjen dhe do ndiheni të qetë dhe të mbrojtur. Ju beqarët do të përqendroheni kryesisht në karrierë dhe nuk do të keni dëshirë për dalje romantike. Në punë, kreativiteti do të gjejë zgjidhje të papritura për sfidat më të mëdha, duke tërhequr vëmendjen e të tjerëve. Financat do t'ju gëzojnë, do keni fat në investime të vogla dhe shpenzoni vetëm për nevoja thelbësore, duke ruajtur paqen mendore. Luani. Sot do të ndiheni të frymëzuar nga njerëzit përreth, të cilët ju nxisin të shtyni kufijt tuaj. Në çift, do t'i kushtoni më shumë vëmendje njëri tjetrit dhe do krijoni një atmosferë të ngrohtë dhe intime në çdo çast. Ju beqarët do të mbeteni surprizueshëm të paparashikueshëm dhe do përjetoni emocione të papritura që do ju mbushin me gëzim. Në karrierë, diplomacia dhe maturia do t'ju ngrinë në sytë e pronarëve, duke forcuar pozicionin tuaj. Në planin financiar, menaxhoni paratë me kujdes dhe konsideroni më shumë se një herë çdo shpenzim të madh për të shmangur pasigurinë. Virgjëresha. Mendimet dhe idetë tuaja janë të çmuara sot, mos i ndani pa shërtuar mirë pasojat. Venusi mbron marrëdhënien tuaj në çift, por ju mund të ndjeni një tendencë për të prekur tema delikate që rrezikojnë qetësinë. Ju beqarët do të keni mbështetjen e yjeve për takime të rëndësishme dhe mund të krijoni lidhje që mbajnë gjallë. Në punë, ndarja e mendimeve me kolegët dhe shefat do t'ju vlerësojë. Mos u dekurajoni nëse nuk harrini gjithçka menjëherë. Në aspektin financiar, vjen momenti për të rishikuar buxhetin. Me disiplinë dhe planifikim, do shihni përmirësime të dukshme. Peshoria. Edhe pse Plutoni mund t'ju trazojë emocionalisht, përpiquni të ruani qetësinë sot. Në jetën çiftërore, pasioni dhe bashkëpunimi do të jenë të pashmangshëm dhe do ndiheni të lumtur pranë partnerit. Ju beqarët do të merrni sinjale pozitive për takime të reja. Përgatituni për mundësi të shumta dhe mos i humbisni. Në punë, kokëfortësia juaj do të shndërrohet në avantazh, sepse dini të zbatoni idetë tuaja saktësisht. Financat kërkojnë seriozitet, menaxhoni çdo investim me vëmendje për të shmangur problemet në të ardhmen. Mos e teproni me pritshmëritë ndaj të tjerëve, qasuni çdo situatë me më shumë empati. Akrepi. Realizmi është çelësi sot, mos ndërroni gjëra të paralizueshme, sepse me qasje praktike do arrini më shumë. Në marrëdhëniet në çift, toleranca do forcojë shumën e sfidave që përballoni së bashku. Ju beqarët do të rrethoheni nga një shkëndijë e fortë fati. Dikush do të tërhiqet me pasion pas jush. Në punë, durimi është thelbësor. Suksesi kërkon kohë dhe përpjekje të vazhdueshme.
Financat do të jenë të mira, por për shpenzime të panevojshme mendoni 2 herë. Rezervoni buxhetin për qëllime të rëndësishme. Merrni pak kohë në mbrëmje për reflektim personal dhe planifikoni hapat tuaj të ardhshëm. Shigjetari. Planetet janë me ju dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli sot, veçanërisht nëse reflektoni para veprimit. Në çift, afërsia me partnerin forcohet dhe do ndiheni më të dashuruar se kur. Ju beqarët preferoni të qëndroni vetëm për pak kohë, duke pritur momentin e duhur për dashuri. Në karrierë, edhe pse mund të ketë stres, mbështetja e kolegëve do ju ndihmojë të arrini qëllimet. Sektori financiar kërkon arsyeshmëri. Investoni me maturi për të shmangur tronditjet e papritura. Mbani një qëndrim optimist edhe kur situata duket e vështirë, sepse qëndrimi juaj reflektohet të tjerët. Britsjapi. Kërkoni qetësinë sot, sepse Venusi mund të sjellë tension. Përpiquni të mos e zmadhoni asnjëherë një problem të vogël. Në çift, të përjetoni surpriza të këndshme dhe momente intime që forcojnë marrëdhënien. Ju beqarët do gjeni shpirtin binjak në mënyrë të papritur, hapuni ndaj mundësive. Në punë, mos mbështeteni të tjerët për çdo gjë, sepse vetëm simdhënia është thelbësore. Financat kërkojnë rregulla strikte. Planifikoni shpenzimet për të ruajtur stabilitetin afatgjat. Mos harroni të festoni edhe arritjet e vogla gjatë ditës për ta mbajtur moralin lart. Ujori. Sot do të keni vështirësi në koordinimin e emocioneve dhe mendimeve, prandaj bëni pushime të shkurtra për të qartësuar idetë. Në çift, përgatitni një surprizë për partnerin dhe atmosfera do të përmirësohet ndjeshëm. Ju beqarët do të zhytni në ëndra romantike që mund t'ju marrin frymën, përfitoni nga momenti. Në punë, strategjia dhe maturia janë çelësi i suksesit, shmangni nxikimin dhe inatin. Financat janë të mbrojtura nga Jupiteri, prandaj shpenzoni pa frikë për nevojat e rëndësishme, por mos teproni. Përfshini në rutinën tuaj një aktivitet relaksues për të ruajtur balancën mendore. Peshqit. Lihet ju bëjnë më kreativ dhe të guximshëm. Shfrytëzojeni këtë energji për projekte artistike. Në çift, diskutimet e hapura edhe për çështjet delikate do t'i zgjidhin një herë mirë problemen. Ju beqarët do përjetoni një aventurë të paharrueshme, plot emocione dhe pasion. Mos e lini të ikë ky moment. Në punë, Mërkuri ju ndihmon të organizoni detajet dhe të punoni me koncentrim maksimal. Financat janë në favorin tuaj, megjithatë ruani maturinë edhe kur dëshironi të bëni një shpenzim më shumë. Mbani një ditar të shkurtër të ideve që ju vinë sot për të mos i harruar dhe për t'i zbatuar më vonë. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!